Shikues të radio televizionit të UTA, ju themi mirë mbrëma nga emisioni i Ramazanit. Takohemi së bashku për të vijuar edhe sonte me temën dhe të ftuarin e radhës. Kemi nderin dhe kënaqësinë sonte të keme imamin nga Prizreni, Samidin Maq. Kemi mbrëma dhe mirë se erdhët. Mirë se vgjeta. Faleminderit. Mirë se erdhët në Ulqinin e bukur dhe ishte nder dhe kënaqësi që t'ju kemi sonte në emisionin e Ramazanit. Faleminderit dhe ndim kënaqësinë për ftesën që na keni bërë. Zoti shpëleft. Tema mbrëmjes së sotme është nata e Bedrit. Na tregoni pak çfarë është nata e Bedrit dhe cilat janë veçoritë e saj. Bismillahirrahmanirrahim. E falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, shprehim salavat për pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam. Padyshim, pas falënderimit ndaj Zotit xhalla shanuhu dhe përshëndetjeve ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, së pari duhet ju falenderoj për ftesën dhe në emër të Këshillit të Bashkisë Islame të Prizrenit, pasi që sonte jemi misafir nga Prizreni këtu në Ulqinin e bukur, dëshiroj që të gjithë besimtarëve, jo vetëm të Ulqinit, por edhe të gjithë Malitëzi, t'u uroj këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, pasi që jemi në këtë muaj të begat, në këtë muaj të bereqitit të Allahu xhalla shanuhu wa xhalla xhelalu. Është një muaj i fitoreve të shumta, për arsye se Allahu xhalla shanuhu këtë muaj të Ramazanit e ka personifiku me vlerat e tij të cilat ai i ka marrë mbi vete, duke thënë es-siyamu li wa ana ajzi bihi. Ramazani është imi dhe për të vetëm se unë shpërblej. Pra që do të thotë se për të gjitha veprat ka një kuotë, ka një shifër të caktuar, kurse Ramazanin Allahu xhalla shanu e ka mbajtur për vete. Pra që do të thotë se ky muaj Ramazanit, që nga fillimi deri në fund është fitore për besimtarët, është triumf për muslimanët. Andaj, në këtë mes të muajit të shenjtë të Ramazanit, ndodhi edhe betejë e Bedrit, fitoria e parë e muslimanëve. Pra që do të thotë se pas atyre 13 viteve, thuajse të kobshme për pejgamberin alayhis salam dhe për muslimanët, 10 vite pejgamberi alayhis salatu wassalam u persekutu, u dëbu në fund edhe nga vendlindja e tij, saqë ka ardhur një transmetim thuhet se pejgamberi alayhis salam kur doli prej vendlindjes vet prej Mekës tha: "Ah, mori Mekë, po ti je vendlindja ime, shumë je e bukur. Asnjëherë nuk ishem shpërngul dhe nuk ishem largu prej teje, por njerëzit e tu më largun me dhunë." Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam shkoi dhe u largu me tona të vujtje, me tona të mërzi, u largu dhe në Medinë. 2 vite qëndroi në Medinë pejgamberi alayhis salatu wassalam, dhe gjatë përgatitjes në Medinë Resulullahi alayhis salatu wassalam i erdhi mesazhi nga Zoti xhalla shanuhu, ja bëni obligim muajin e Ramazanit. Ja bëni obligim, pra në vitin e 2 të Hijretit, ja bëni obligim Ramazanin. Me 17 Ramazan, pra konkretisht natën e 16, Allahu xhalla xhelaluhu po ja çon Xhibrilin me laçen Resulullahit alayhis salam dhe po i thot se apo e doni karavanin me deve, apo po e doni fitoren luftën kundër politeistëve. Dhe shkak i kësaj ishte se pejgamberi alayhis salam bashkë me muslimanët u patën dëbu në mënyrë të dhunshme nga Mekë, i patën lënë pasuninë, patën lënë gjithçka që kishin, patën dalë vetëm se me trupat e tyre. Dhe tash politeistët Mekës ja keq përdornin, ja uzurpuan, ja morën pasurinë dhe mallin dhe gjithçka që kishin muslimanët dhe filluan me bën tregti. Dhe jep lajmi pejgamberit alayhis salatu wassalam se Ebu Sufjani, një tregtar shumë i shquar i Mekës, me 1000 deve ishte nisur për në Sham. Kishte shkuar në Sham dhe tash ka të kthehej nga Shami, i kishte rreth 1000 deve të mbushura me mall. Dhe ai mall ishte i pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe i muslimanëve. Dhe tash u takonte atyne. Por doli që Ebu Sufjani ishte një strateg shumë i mirë dhe njohës i mirë i territorit atij vendi dhe thej rrugë dhe shpëtoi. Dhe tash erdhi momenti që Allahu xhalla xhelalu po i thot tash e keni para vetes fitoren, po ja jap bakshish, sepse jeni në muajin e Ramazanit, jeni duke agjëru. Dhe është histori e gjatë, ne nuk kemi nevojë të thellohemi në histori të kësaj luftës së Bedrit, mirë po të përçojmë mesazhe, urtësi rreth kësaj ekspedite luftarake që erdhi pas atyre thuajse 13 vite të kopshme
persekutuese për pejgamberin alayhis salam dhe për muslimanët në përgjithësi. Dhe kështu që ndodhi ajo që ndodhi, por pejgamberi alayhis salam doli fitimtar në këtë luftë të Bedrit, edhe pse pejgamberi alayhis salam kishte pak ushtar, i kishte 314 burra, pak kishte arsenal ta quajmë të asaj kohe, kuaj e deve, shpatë dhe shtiza, në raport me kundërshtarin që ishte komandant e Abu Jehli, i kishte 1000 ushtar dhe 700 deve, dhe të gjithë ishin të përgatitur. Mirë po, një gjë duhet ta mësojmë nga ajo cila i ka ndodhur pejgamberit alayhis salam dhe muslimanëve, edhe tek ne duhet të vjen ky mesazh se kur ne jemi të lidhur me Allahun xhelle shanu, kur ne jemi sinqerisht të kapur për dinin e Allahut xhelle shanu, vjen ndihma e Zotit xhelle shanu. Dhe pejgamberi alayhis salam i erdhi ndihma, saqë thuhet se atë natë pejgamberi alayhis salam kur Zoti xhelle shanu natën e 16 që po gdhin dita e 17 e Ramazanit, ata po përgatiten, sepse po e dinë se në raport me pejgamberin alayhis salam do t'i shfarosin, sepse janë pak ushtar dhe nuk kanë shumë armatim. Por pejgamberi alayhis salam të natën s'pezën xhomi. Po me ravdes dhe po i lutet Zotit xhelle shanu kur krejt kishin rënë në xhum. Allahu ja kishte lëshu një farë shiu, e kishte zbut tokën dhe i kishte fladit sepse ishin lodha xherushëm, ishin musliman. Po i thot pejgamberi alayhis salam Allahu xhelle shanu, kështu duhet të funksionojë dhe raporti ynë me Zotin, kur je i sinqert. Tha o Zoti i madh, tha përpara kam tani armik shumë të madh. Unë tha pak tha kam ushtar me veti. Nëse sonte tha dhe sot vritemi tha ne, nuk do të ketë kush të bëj ta ibadet ty. Do të shfarosemi tha të gjithë. Dhe Allahu xhelle xhelalu ja çoi ndihmën kuj pejgamberit alayhis salam, duke i thënë se ta çova Xhibrilin në krye të 1000 ushtarëve, të 1000 melekëve, të cilët do të dalin ndihmë ty. Andaj ky është një mesazh shumë i fortë, një urtësi shumë e fortë për neve muslimanëve, që çdo herë duhet jemi të lidhur me Allahun xhelle shanu. Po të jemi të lidhur me Allahun edhe kur i kemi punë të mirë, edhe kur kemi shëndet, edhe kur kemi bollëk, por edhe kur na vjen puna ngushtë, që jemi në gjendje lufte, e kemi ndonjë smundje, si kemi punë të mirë, lidhja me Allahun xhelle shanu çdo herë duhet jetë. Andaj këtu pejgamberi alayhis salam nuk i erdhi marrë me lut Allahu xhelle shanu, sepse e lut ka Allahun, edhe kur i kishte punë mirë, por edhe kur kanë në momente të vështira që e kishte armikun përpara, sikur se ishte rasti i Bedrit. Cilat ishin shkaqet e fitores së natës së Bedrit? Po padyshim koha nuk premton e nderuar që t'i përmendem të gjitha shkaqet e fitores së pejgamberit alayhis salam në luftën e Bedrit. Mirë po, do t'i cekim shkurtazi disa prej tyne. E para është uniteti. Uniteti gjithmonë del fitues. Kur je unik, kur je i bashkum, dhe për ata Allahu xhelle xhelalu na ka përmendur në shumë Kur'an, shumë fjalë në Kur'an na ka pranuar, duke na thënë bashkohuni, wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Pra ndihmonin mes vetin të mira në bara. Wala ta'awunu 'alal ithmi wal 'udwan. Mos në zënka, mos në përçamje, sepse kur të zinu dhe përçanu, ju humb era burnis. Çdo kush, një armik që e ki vjen dhe të sulmon ty dhe të uzurpon apo edhe ta mber territorin tënd. Kështu që uniteti i pejgamberit alayhis salam, edhe pse në raport me kundërshtarin, numrat e ushtarëve ishin shumë më të vogël në proporcion me ushtrinë e armikut, por uniteti i tyre, besimi i fortë në Allahun xhelle shanu dhe mbrojtja e njëri tjetrit, cilët nuk kishin rezerva ndaj njëri tjetrit, ishin unik, bëri që ata të triumfojnë mes veti. Pastaj është hakikati. Të na në jargonin ton popullor, njihet kur ti e kije me hakikat, e kije me devotshmëri, e kije për një mend një punë, je në tokën tënde, nuk ke ku shkesh. Ju e dini që lufta jonë në Kosovë që ndodhi. Ne në raport me armikun serb ishim shumë më të pakt, edhe në numër, edhe në armatim, edhe në ushtri, edhe në fuqi, edhe në arsenal, në gjithçka. Mirë po, kur je në vendin tënd dhe je në të drejtën tënde, padyshim Allahu xhelle xhelalu të ndihmon. Dhe pejgamberi alayhis salam ishte në të drejtën, ishte në të vërtetën, ishte në hakikatin, kurse ata ishin në batil, ata ishin në padrejtësi, sepse ata i ushtronin zullum, lenë që e puditën dhe largun pejgamberin alayhis salam nga Mekja, nga vendi i vet. Mirë po, edhe kur shkojnë në Medinë, nuk e lanë rahat pejgamberin alayhis salam. Andaj, kur jeti në të drejtën, kur ti qëndron në të drejtën, padyshim Allahu xhelle xhelalu, kur ti e ki besimin e fortë në Allahun xhelle shanu, Allahu xhelle shanu ta bjerë ndihmën ty, ta bjerë fitoren ty. Andaj, kjo është dhe e dytë pra hakikati. E treta është drejtësia. Kur ne ta aplikojmë drejtësi,
një diçka po duam jau paraqit para televizionit ju të nderuar, pejgamberi alayhis salatu wasalam çata pak ushtar që i kishte në atë mëngjesin e erët të 17 Ramazanit që i bjerë pra shumë shpejt që e kemi, pejgamberi alayhis salam po i rreshton musliman, pra i bjerë ditën e hanë, dita 17 e fitores së Bedrit, po i rreshton ushtarët. Mirë po njëri prej ushtarëve po e qet pak stomakun si jashtë. Dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam maçkopin që e kishte i mshoi në bark. Thotë drejtohu, që të jesh drejt, të jesh në rresht. Ai sapo para kalon të pejgamberi sa me kthen të shpinën, ai prapë qit ke stomakun. 3 herë thuhet se e njëjta gjë ndodhi. 3 herë i ra pejgamberi sa. Kur i ra për të tretën herë, tha ja Rasulullah, më raje tha shumë. Më lëndove. Tha pejgamberi sa po e prishë rendin. Do të jemi rresht, sepse Zoti xhaleshanu don rreshtin, e don drejtësinë, të jesh rreshti drejt, është pjesë e namazit. Edhe melek kur i ka përmend Zoti xhaleshanu thotë kur kanë zbrit prej qiellit ndihmë në luftën e Bedrit, kanë ardhur të rreshtum. I pari ka qenë Xhibrili, pastaj kanë ardhur edhe 999 melek tjerë. Tha po pejgamberi sa, çka po dush ti kompenzim? Masi të rashun shumë. Tha po ja Rasulullah, na po im luftë. E luftë nuk di ta pështojm thanë, se kemi një armik shumë të fortë. Tha kështu që të kusuritemi, ndoshta përdorni edhe ju, të kusuritemi tha tash para se të him tha në front. Tha po çka po don tha për meje? Tha ja Rasulullah, tha çile tha barkin, sa më kera tha ti mund të bie tha dhe unë ty. Pejgamberi alayhis salam, shiko, raporti komandant dhe ushtar. Drejtësia pejgamberit alayhis salam e hapi barkun pejgamberit alayhis salam dhe në këtë rast ky ushtar u ul në dy gjuj, ja puthi barkin pejgamberit alayhis salam, tha se nuk kemi pas njeri më të drejtë se sa ti. Kur kjo histori dhe ti do të jesh ta mësuesi ynë i njerëzimit deri në ditën e Kiametit. Pra kështu fitojnë njerëzit, kështu fitojnë shtetet, kështu fitojnë shoqëritë, pra kur vihet e para thash hakikati, uniteti, pra të jemi të bashkuar, të jemi grusht, të jemi unik dhe të vihet drejtësia për gjithë. Andaj, këto ishin disa pika të shkurtra dhe shumë të tjera, të cilat në përfundim e arritën epilogun e fitores së pejgamberit alayhis salam, saqë e quajnë Resulullah alayhis salam pra Ghazwatul Furqan, që u dallu e vërteta prej të pavërtetës. Andaj, kjo është ai mesazhi apo urtësia të cilat i pron Allahu xhaleshanu sebepet e fitores së luftës së Bedrit. Një temë mjaft e gjerë, por në pika të shkurtra shumë bukur e sqaruar. Me tregoni pak si është atmosfera në Prizrenin e bukur për këtë Ramazan të këtij viti? Po, alhamdulillah, atmosfera në muajin e shenjtë të Ramazanit në Prizrenin Sherif, që njihet edhe Prizreni i minareve, padyshim se është me të vërtet e mirë shumë. Mos themi në atë pjedestali më të lartë të shkëlqyeshme, mirë po është e mirë shumë, për arsye se imamët janë në atë shkallën më të lartë të kryerjes së detyrës, me mukabele të ndryshme, lexim të Kuranit, para çdo thuajse namazi, pastaj një veçantë tjetër është që me iniciativën e kryeimamit të Bashkisë Islame të Prizrenit, pra doktor Orhan Efendi Bislimajt, mualimet të cilat funksionojnë, mektebi që funksionon anë mban Prizrenin, në të gjitha xhamitë e komunës së Prizrenit, qytet dhe fshatra, ku mualimet pra operojnë me nxënësit, me talebet, pra mualimet kanë mektebe, kanë ligjerata, me nxënës, me gra, pra gjinia femrore, kështu që është një diçka që jeshtu një emir Prizrenit Sherif, që thash edhe njerë me iniciativën e kryemamit, pra mualimet, talebet, nxënësit e xhamive të Prizrenit janë duke ia dhënë heshin dhe atë kurorën janë t'ia vënë pra këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, elhamdulillah. Ishte kënaqësi që ishit pjesë e misionit të Ramazanit, shpresojmë që Zoti t'ju pranojë lutjet dhe agjërimin. Faleminderit edhe një herë për ftesën, edhe një herë pra ju përshëndes gjithëve, Zoti xhallal xhelalu na pranoft këtë agjërim, këto ditë të cilat I kemi agjëruar, edhe ditë të cilat na kanë ngel, Allahu xhaleshanu inshallah maqbul na I bën. Edhe një herë selam prej Prizrenit Sherifit dhe selam prej Këshillit të Bashkisë Islame në Prizren. Ishte kënaqësi që ishit me neve. Faleminderit për ftesën. Shikues të Radio Televizionit Teuta, ne erdhëm edhe drejt përfundimit të këtij emisioni për këtë mbrëmje. Ne nga stafi I Televizionit Teuta urojmë që ky Ramazan dhe lutjet dhe agjërimi juaj të jetë I pranuar. Ju bëft mirë iftarin, natën e mirë.